Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure Et-Tin, zbritur në Mekë, ajete 8. Përmbajtja e sures Et-Tin. Kjo sure flet për krijimin e bukur të njeriut, stadet e përsosmërisë së tij. Të gjitha këto çështje nisin me betimet kuptimplote në fillim të sures. Mëtej pasi citohen me radhë, të gjitha shkaqet e fitores dhe të shpëtimit të njeriut nis ritheksimi, përsa i përket çështjes së ringjalljes dhe pushtetit absolut të Allahut, me citimin e çështjes së fundit, pra të pushtetit absolut të Allahut, përfundon edhe surja. Mirësitë e leximit të sures Et-Tin. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: kushdo që e lexon këtë sure do të përfitojë dy mirësi nga Allahu, kur jeton në këtë botë, të cilat janë shëndeti dhe besimi. Kur të largohet nga kjo botë, do të marrë sevape të një dite agjërimi të gjithë atyre që e kanë lexuar këtë sure. Kjo sure ka zbritur në Mekë. Ajeti dhe për këtë qytet të sigurt, Mekën, është argumenti më i qartë se i referohet Mekës. Ajetet nga 1 deri te ajeti 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun, wa turi sinin, wa hadha al-baladi al-amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirplotit, për fikun dhe ullirin, për malin e Sinait dhe për këtë qytet të sigurt. Në të vërtetë, ne krijuam njeriu në trajtën më të përkryer. Pastaj e quam atë kur nuk beson në gjendjen më të ulët, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Atëherë, çfarë të shtyn ty, o njeri, që ta mohosh ditën e Kiametit? A nuk është Allahu gjykatësi më i drejtë? Komentimi. Në fillim të kësaj sureje hasim gjithashtu 4 betime me plot kuptim. Parathënia e tyre është për të shpjeguar një çështje shumë të rëndësishme. Ajeti thot për fikun dhe ullirin, për malin e Sinait dhe për këtë qytet të sigurt Mekën. Në fjalor, fjala Et-Tin ka kuptimin fik dhe fjala Ez-Zejtun ka kuptimin ulli. Ulliri prej të cilit marrim vajin e shëndetshëm. Por përsa i përket çështjes se betimi është vetëm për këto dy fruta të njohura apo përfshin edhe diçka tjetër, komentuesit kanë mendime të ndryshme. Disa komentues këtë betime konsiderojnë vetëm për dy frutat e njohura, pra fikun dhe ullirin. Ulliri është fryt me vlera të jashtëzakonshme dhe është kurues. Të tjerë janë të mendimit se këto dy fjalë kanë për qëllim dy male që janë në Damask dhe në shtëpinë e shenjtë. Këto dy vende janë shumë të rëndësishme sepse nga këto dy vende kanë dalë profetë mëdhenj të Allahut. Ndaj dhe këto dy betime janë të lidhura me betimet e tjera që vinë më poshtë dhe që flasin për tokën e shenjtë. Të tjerë janë të mendimit se vendosja e emrave të këtyre dy maleve me emrin Et-Tin dhe Ez-Zejtun është për shkak se në njërin prej tyre ka pemë të ullirit dhe në tjetrin ka pemë të fikut. Një pjesë tjetër gjithashtu është e mendimit se këto dy emra flasin për kohën e profetit Adem, paqja e Zotit qoftë mbi të, sepse rrobat që ata u mbuluan në xhenet ishin prej gjetheve të fikut, ndërsa ulliri ka të bëjë me kohën e profetit Nuh, paqja e Zotit qoftë mbi të. Sepse në përfundim të tufanit, Nuhu nxori një pëllumb që të shikojë nëse është ulur niveli i ujit. Pëllumbi u kthye me një deg ulliri dhe aty Nuhu kuptoi se kishte mbaruar tufani. Ndaj edhe gjethja e ullirit konsiderohet si shenjë e paqes dhe e sigurisë. Të tjerë fjalën Et-Tin e konsiderojnë si shenjë të xhamisë së Nuhut, paqja e Zotit qoftë mbi të, e cila është ndërtuar te mali i Xhudit, ndërsa fjalën Zejtun, ullirin, e konsiderojnë si shenjë të Beitul Muqaddas. Edhe pse në dukje ajeti flet për dy fruta, ullirin dhe fikun, duke parë edhe betime të mëtejshme, është i përshtatshëm kuptimi për dy malet ose edhe për dy qendrat e shenjta që janë të respektuara. Në një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: Allahu midis qyteteve ka përzgjedhur 4 prej tyre. Për to ka thënë: Et-Tin është qyteti i Medinës, Ez-Zejtun është qyteti i Beitul Muqaddas së shenjtë, Turi Sinin është qyteti i Kufës, ndërsa Hadha al-Baladi al-Amin është Meka. Turi Sinin në pamje të jashtme është Turi Sina, mali Sinait, që sipas komentuesve flet për malin e njohur Tur, i cili është i vendosur në shkretëtirën e Sinait, atje ka plot pemë ulliri.
Sina njihet si mali me plot mirësi ose me shumë pemë ose shumë i bukur, është mali kur profeti Musa, paqja e Zotit qoftë mbi të, bisedonte me Allahun dhe i lutej atij. Të tjerë komentuese konsiderojnë si një mal pranë Kufes dhe Nexhefit. Të tjerë kanë përcaktuar se Sinin dhe Sina është një mal dhe ka kuptimin me plot mirësi. Ajeti dhe për këtë qytet të sigurt flet për Mekën që edhe në periudhën e ignorancës është mbajtur dhe si vend i sigurt dhe si vend i shenjtë i Allahut, jo vetëm në atë periudhë, por edhe më parë në atë vend nuk lejohej të dhunohej njëri, nuk lejohej që as ata që vinin apo kalonin në atë vend të luftonin. Të gjithë ishin të sigurt. Kjo tokë është shumë e rëndësishme për Islamin, aty edhe kafshët, shpendët, çdo gjë që është në duart e njeriu në atë vend ka një rëndësi të madhe dhe duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë. Një tjetër pikë që duhet parë është fjala etin, fiku, që në Kuranin e Shenjtë është cituar vetëm një herë, ndërkohë që fjala zejtun, ulli, është cituar 6 herë në mënyrë të shpejtë dhe një herë është cituar duke u referuar ullirit, si dhe pemën që rritet në malin e Sinait e që u jep vaj dhe mëlmes atyre që e hanë. Kur do herë që këto dy betime, tin, fiku dhe zejtun, ulliri, të merren me kuptimin e parë të tyre, pra fik dhe ulli, përsëri është një betim kuptim plot sepse fiku ka shumë vlera ushqimore dhe është i ngrënshëm për të gjitha moshat, po ashtu njohësit e vlerave të ushqimit thonë se fiku mund të përdoret si sheqer natyral për fëmijët, sportistët dhe ata që janë të dobët mund ta përdorin fikun si ushqim me plot vlera ushqyese. Thonë se Platoni, filozofi madh grek, e pëlqente aq shumë fikun sa që disa i quajtën miku i filozofit, edhe Sokrati e konsideronte fikun si largues të sëmundjeve. Xhalinusi kishte organizuar një dietë të veçantë me fiq për trimave të Romës e të Greqisë u jepej fiq. Njohësit e ushqimeve thonë se fiku është i mbushur me vitamina të ndryshme si dhe me sheqer, përdoret si ilaç për shumë sëmundje, nëse fikun e përziejmë në mënyrë të barabartë me mjaltin, është shumë i dobishëm për të kuruar sëmundjet e stomakut. Ngrënia e fikut të thatë bën mirë për forcimin e kujtesës në mënyrë të përmbledhur. Ngrënia e fikut është shumë e dobishme për ruajtjen e normalitetit të trupit dhe gjakut, si dhe është ushqim për të gjitha moshat. Në një hadith të Imam Ali ibn Musa er-Ridha, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: fiku largon aromën e keqe të gojës, forcon mishrat e dhëmbëve dhe kockat, rrit flokët, largon dhimbjen. Duke e pasur atë, nuk është nevoja për ilaçe. Fiku është fruti më i ngjashëm me frutat e xhennetit. Njohësit dhe hulumtuesit e ushqimeve kanë studiuar ullirin dhe vajin e ullirit, ata i kushtojnë një rëndësi të jashtëzakonshme kësaj bime dhe janë të mendimit se ata që duan të qëndrojnë gjithmonë të shëndetshëm duhet të përdorin vajin e ullirit. Vaji i ullirit është shumë i dobishëm për zorën e trash, veshkat, tëmthin e shumë pjesë të tjera të trupit të njeriut. Për këtë arsye pema e ullirit konsiderohet si pemë e bekuar në Kur'an. Në vajin e ullirit gjenden lloje të ndryshme vitaminash, ai përmban fosfor, kalcium, hekur, magnez e të tjerë. Përzierjet midis vajit të ullirit dhe hudrës janë shumë të dobishme për lloje të ndryshme dhimbjesh të reumatizmës, për gurët në tëmth e të tjerë. Me ngrënien e kësaj përzierje, gurët në tëmth zhduken. Në një tjetër transmetim të prijesit të besimtarve, Ali ibn Abu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: në shtëpinë atyre që përdoret uthulla dhe vaji i ullirit për ushqim, kur nuk do të mbetet duarbosh pa ushqim. Ky është ushqimi i profetëve. Në një hadith të Imam Ali ibn Musa er-Ridha, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: vaji i ullirit është ushqim i mirë, gojën e mban me aromë të mirë, mukozën e largon, fytyrën e njeriut e bën të pastër, forcon nervin, kuron sëmundje dhe dhimbjet i largon, gjithashtu zbut nervat e njeriut. Këtë diskutim do ta përfundojmë me një hadith të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij: ushqehuni me vaj ulliri, lyeni trupin me të sepse është prej pemës së bekuar. Pasi citohen këto betime e kuptim plota, nis përgjigje këtyre 4 betimeve, duke thënë se njeriu ne e kemi krijuar në mënyrën më të mirë e më të përsosur. Në të vërtetë ne e krijuam njeriu në trajtën më të përkryer. Fjala tekuim ka kuptimin jo vetëm të nxjerrësh diçka në trajtë të përshtatshme, por edhe cilësia të jetë e mirë. Gjithashtu kjo fjalë ka një kuptim të gjerë për faktin se Allahu e ka krijuar njeriu në trajtën më të përkryer si nga ana fizike ashtu edhe nga ajo mendore, shpirtërore, sepse te njeriu Allahu ka vendosur talent dhe e ka përgatitur për të ngjitur lart. Edhe pse njeriu është në kundërvajtje, Allahu ka vendosur tek ai një botë të madhe, i ka dhënë shumë dinjitet që është i denjë për të ngritur në këtë pozitë. Në të vërtetë ne i kemi nderuar bijtë e Ademit.
Po ky njeriu i cili pasi është krijuar thot qoftë lartësuar Allahu, krijuesi më i përsosur. Por po ky njeri me të gjitha mundësitë që janë dhënë, nëse do të dalë nga rruga e drejtë, do të bjerë aq poshtë sa që do të shkojë drejt esfelus safilin, në gjendjen më të ulët. Ndaj në ajetin tjetër Allahu thot se ne e ulëm në shkallën më të ulët, pastaj e çuam atë kur nuk beson në gjendjen më të ulët. Më tej thot se pranë maleve të mëdha ekzistojnë dyer shumë të thella dhe në krahasim me ato, zhvillimi dhe rënia e njeriut duket e tmerrshme, po pse të mos jetë i tillë, ndërkohë që është një qenie me talente. Nëse këto talente i shfrytëzon në rrugën e përmirësimit, do të ngjitet në lartësitë më të mëdha dhe do të jetë krenari, por nëse të gjitha këto mirësi dhe talente do t'i përdor në rrugën e gabuar, atëherë do të jetë korruptuesi më i madh dhe natyrisht që do të jetë te esfeles safilin, më të ultit. Në ajetin tjetër thotë se ata që besuan dhe bën punë të mira do të kenë shpërblim që nuk do të ndërpritet, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Fjala memnun vjen nga rënja men. Në këtë rast ka kuptimin ndarje ose mangësi, prandaj fjala gairu memnun flet për një shpërblim të vazhdueshëm dhe pa asnjë mangësi. Disa komentues janë të mendimit se fjala pa mangësi ose pa tëmeta ka për qëllim të tregojë të qenit bosh, pa gjë, kuptimi i parë është më i përshtatshëm. Disa komentues të tjerë thonë se fjalia thumma radadnahu asfala safilin ka kuptimin dobësi, pamundësi, jo inteligjent, mungesë shkathësie në periudhën e pleqërisë, por në këtë rast nuk ka asnjë përshtatje me ajetin se nuk është një rast i veçantë, prandaj duke para ajetet e mëparshme dhe ato që vinë më poshtë, themi, komentimi i parë është më i përshtatshëm. Më pas këtë njeri jo falëndërues dhe të pavëmendshëm e vendos në pozitën e dëgjuesit duke treguar arsyet dhe shenjat e ringjalljes, duke e pyetur se pse e mohon ditën e gjykimit pasi dëgjon të gjitha këto argumente, atëherë çfarë të shtyn ty o njeri që ta mohosh ditën e kiametit? Jeta e disa ditëve nuk mund të jetë qëllimi përfundimtar, jo vetëm i krijimit tënd, por edhe i krijimit të botës. Të gjitha këto janë parapërgatitje për një botë më të madhe dhe më të plotë dhe sipas interpretimit të Kuranit, Neshetul Ule është vetë lajmërim për Neshetul Ukhra, ringjallja. Që pse njeriu nuk e pranon kritikën, pse nuk mëson? Sigurisht ju e dini krijimin e parë prej një pike fare, atëherë pse nuk mendoni? Në botën e bimëve çdo vit dhe vazhdimisht filizat dhe fidanët tregojnë dhe shfaqin para nesh jetën e dytë edhe krijimi i embrionit, të gjitha këto tregojnë ringjalljen dhe jetën e dytë. Me të gjitha këto si mundet ky njeri të mohojë ditën e dhënies së llogari? Nga që tha është e qartë se referenti i këtij ajeti është njeriu. Është dhënë edhe një mundësi tjetër që dëgjuesi është vetë profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili duke pasur të gjitha argumentet e ringjalljes nuk mund ta mohojë njeri. Një mundësi komentimi e tillë duket e pamundur. Është e qartë se qëllimi për fen në këtë rast nuk është feja dhe sheriati, ligji, por është dhënia e llogarisë në ditën e madhe të gjykimit. Ajeti tjetër është dëshmues i këtij kuptimi, a nuk është Allahu gjykatësi më i drejtë? Dhe nëse e marrim fen në kuptimin e përgjithshëm të sheriatit, ligjit dhe fesë, kuptimi i këtij ajeti do të jetë si më poshtë, a nuk janë urdhrat dhe dekretet e Zotit më të drejta nga të gjithë? Kuptimi tjetër është i tillë: krijimi i Zotit për sa i përket njeriut në çdo drejtim është i bashkuar me drejtsinë dhe dijen. Nëse do të shpreheshim kështu, shprehja dhe kuptimi i parë është më i përshtatshëm. Në një hadith thuhet se kur profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexonte surën e Tin dhe kur arrinte tek ajeti a nuk është Allahu gjykatësi më i mirë, eleysa Allahu biahkamil hakimin, thoshte sigurisht. Dhe unë jam dëshmitar për këtë. Bela wa ana ala dhalika min ash-shahidin. O Allah, ne dëshmojmë se ti je gjykatësi më i drejtë. O Allah, na ke krijuar në mënyrën më të mirë, na bëj që edhe vepra dhe morali ynë të jenë në formën më të mirë. O Allah, ecja në rrugën e drejtë dhe kryerja e veprave të mira nuk bëhet vetëm se me mirësinë dhe kënaqësinë tënde. Na bëj edhe neve përfitues të kësaj mëshire. Amin. Ya Rabbal Alamin.